podcast është vetëm për të rritur. Unë ndihem ferma plako kur kuzhinierët më të mirë janë meshkuj plako. Rrobaqefësit më të mirë janë meshkuj. Dizajnerët më të mirë janë meshkuj. Kështu e kupton, stilistët më të mirë janë meshkuj. Ka një që është ishte si Shakira, po më e re. Ore fikse. Se di është kjo ideja më të reja. Çfarë është gjë nga këto të reja se para. Asi që po pra kot. Asi ato byllot që rrin sipër, sica që rrin lart, po avaza po si. Ato muzikë që duken për qiva. Pjedhi ngusht, pa avash se ne kemi bërë këtë. Podcastin krijon varësisht është lojë për do putan. Bash në internet një pyetje që tha njëra, a do e lejoje burrin tënd ta? I tha i groca. A do e lejoje burrin tënd? Po të seks me një femër tjetër për 2 net. Do të shkojë ke shtëpia saj 2 net, plako tani. Unë që përgjigjem për emër të plusive. Normal, për $1 milion. Për disa sjell në veri të vjellë e di arre. Kosovare ka një fjalë shumë bukur që nuk e di adore. Përlamje. Përlashëm atë ta. Na po përlamje. Hapet dushet aty dhe filloni të dy. Direkt e plako, ha? Po çka ke ardhur? Përlamje. Për tu lamje? Po, përlamje. Kujdes, kjo krijon varësi. Nëse qesh me zë në rrugë, mos thuaj se di e ti. Alo Lucifer. Ku për mu kush ka marrë bre? Ku bre ku je? Po që keni ertë të tana, keni të tanë mira? Mira makina kënë mërë, po qa ke bajer ti fillim? Vishë plak, ato zakonshme, unë shpi po. Ja, ndel robi pine i kafe në dorë. Si e pi kafe ti profesor, e pi në dorë apo në kom? Kush në kom e ha me dhëmë plako, kështu që unë nuk e fi e pi në dorë. Të s'fillon me të pasha vurën e vurësit. Kush e në dorë, kush e fi në dorë? Po, ke ko për shumë mundësi që ka vësi në Shqipëri, nuk e di ashtë ma, se kemi ko që nuk kemi zdryp në nga Shqipëri. Ke ko për shumë t'ullë është pish kafe? Kafe në kafe në bjerën. E ma me që tha i Erion Korini atërë që kemi bëm podcast, që tha është nuk e kupton çfarë është thjesht na losh ta të pishi kafe tha vetëm. Si që ma me në tje vë Erion Korini. Erion Korini më lërë për të pije. Citoj Erion Korini. Citoj plako duke sigur e tho bën një zogë, e kupton? Ai citoj. Ti. Esa vë. Nëse ato është, më thonë, se vona e kafe tash një edhe. Plako super luks me pi kafe, me thonë drejtën. Po e di kush më ka bërë përshtypje, përveç pish një kafe, plako, ulesh një sekond ti jesh vetëm, mundësisht të pish një kafe, pa të shqetësu vetëm ti dhe me një. Po, është fakt plako, një ditë po pija kafe në divan, isha vetëm fare. Po e shijoja kafe, plako, se mirë që pi kafe, po nuk është se shijon, e kupton? Nuk e mendon? Se na jeri majmë si të mirëshjona këto, po pi kafe. Do të imagjino se sa e mirë duhet jetë kafja në një moment plako që ti ta pish dhe të tërheqë gjithë vëmendjen, të tërheqë gjithë mendimet e thush, o qaf sa e mirë kjo ore. E kupton? Çfarëdo që duke bërë ti e le tani çdo gjë pauzë thu, o qaf sa kafe mirë. Do të jesh shijon në një moment se mas kafja është e njëjta, do të përdor kafe. Mase shijon as kafja plak, do të qetësin. Kujtohen ato shkrimtarët që shkojnë edhe me spyllet për shkakun që të marrin inspirim. Ato thjesht duan ja, janë shkencëtar tjerë. Janë shkencëtar tjerë. Po, shkencëtar nuk shkruajnë spyllet që shkruajnë libra. Janë shkencëtar dhe janë një lloj frymëzimi. Po. Ta ishin këto që ishin delet tjerë. Jo, janë çoban, janë tjerë. Po nëse tash shkrimtari plako të çohet ditën mes edhe nuk i ka frymëzimin. Po pastaj po i dolin ai dele e mirë aty plako me byllët si Kim Kardashian. Se Kim Kardashian mund i ka byllët sopë, kupton ti, është byllët më të shpifë që çfarë thosh? Çfarë thosh? Ti fusësh kajnë kurse si. Ti thosh be. Po plus që të ngacmojnë vetëm, flasin vetëm plak, ti duke nejë ajo fillon. Çka ke çifra rrot, ajo den. Po çka ke më se më vjen frymëzimi. Ajo më ai frymëzimin. Sa drejt vëmendjen. Po nëse mund të shkrimtare femra plako, se ke atë, nuk e di, ke atë drejtimin ti sigurisht gjithë shkrimtarët dhe shkencëtarët janë meshkuj. Po meshkujt janë gjithmonë plak që i bën gjithë normalisht. Jo, janë më të zgjuar. Janë më të suksesshëm. Po, më të zgjuar. Janë meshkuj. Janë më të shkallët, instinktivisht janë më të shkallët. Si shpjegon ti plak për shembull, se kjo është i gjë për shembull. Si shpjegon ti plako që evolucioni, ashtu desh evolucioni. Po, zoti dhe evolucioni. Po si shpjegon ti plak për shembull që për femrat pak, si mund ndihen femrat plako kur kuzhinierët më të mirë janë meshkuj plako. Rrobaqefësit më të mirë janë meshkuj. Dizajnerët më të mirë janë meshkuj. Kështu, e kupton, stilistët më të mirë janë meshkuj.
Po gjitha meshkujt. Luftëtarë më të mirë. Po edhe në sektore që ti mendon që tu do dominojnë femrat, prapë janë meshkujt ato. Thotë për shembull, pa punë të shtëpisë tjerë janë gjetë. Po meshkujt prapë. Pa meshkujt po. Po. Meshkujt. Pa dhe gjetë Po jo, për punë shtëpi vlakët nuk e di, disi bëjnë atë, mund ta shohë çik kështu si ekstravagante në dukje, pa më parë për shembull, ja futet mund. Ja, futur kam. Unë që them, s'kam jetuar një me gay, por të tjerët kanë jetuar me mua. Por hetero pse dush që kanë jetuar me mua, mund të listoj këtu. Po din se si është një gay. Hape direkt e listën, hape fletorën. Fletorën lutem. Po them, mos u habit nga ekstravaganca e atyre lalelujeve që kem bë aty ca lule në mure, ca tash biles po mendoj Lago, çfarë është një sektor që vetëm e dominojnë fermat, që e dim që vetëm fermat janë kanë një predispozim që të jenë më të mirë. Fazonerit. Roba qepsi më të mirë janë meshkuj. Jo, nuk thash roba qepsi. Ndava. Fasonerit janë. Po është ai Marin Meksi që është fason. Fason. Po është fason, ato kondajnë botën fason. Kondajnë botën normal. Nuk e di çfarë është, digja apo s'di fare. Se po mendova në sport jo herë. Domethënë ka si normal që jo, po. Jo, se fizikisht. E din ato. Po. Në sektorin e këtyre dhunës fizike, këto prap çunat janë fare. Ja, çunat, kriminalet më të mirë, po çunat. Çunat, pra, po çunat. Por dhunuesit përgjithsisht çunat. Përgjithsisht çunat. Përgjithsisht po flasim ke ato 0.2% që qindra femrave që femra për dhunia. Të mysi. Po edhe shkencëtarët gjithashtu. Përgjithsisht. Ndoshta në atë sektor, në atë sektor duhet t'japim çiko femrave, sepse kur vjen puna ke përdorimi i mendjes, është çik më ndryshe. Pretendojmë që aty është ndryshe. Ne nuk jemi plagë 100% sigurt, nuk po flas me 100% siguri. Po, normal. Te vetë mbi 90% jam i sigurt. Jo thjesht më çuditsin faktin që për shembull në sektorin e kuzhinës për shembull, gatimit, gastronomisë për shembull, ose edhe në parukerinë më plagë tash tani ç'po kujto. Parukerët më të mia prapë meshkuj. Po, boli më i madh plagë femër. Masë plagë është ke fakti që mund të hajnë më shumë. Boli më i madh është femër? Ja, them unë. Edhe aty dhe unë atë sfit. Jo, fakti për shumë ka ndryshime hormonale plagë që vetë ti vit. Ma dha më truni do ta haj tash. Okej, mos e di. Aty vetëm të gartë fitë ja, s'ka. Jo, tash po mendoj edhe parukierë dhe ato që luajn flokun dhe edhe tualetën ka partisë. I ke pakë Big Brother plagë, ai vjen ai si ka shumë. Po jeni çun pa aty Rosa Maggi. Gati leshi ose siç i thon italianët, siç mund ta rikthejmë në shif, leshi ka. Të rishikarit. E rishikarit plagë i boni ato. Jo, është italishte e plagë. Kacoleshi. Edhe në shif është. Po nuk e thua me nei kështu, me nei tipi për buzjet modhe. Po. Rishikarit plagë i boni edhe goca të vija po të. I shkëlqetet lëkura, i gjeta atë tonalitetin drejt lëkurës. Ti e ke lesh në karit, si thoshte nuk e di përmend edhe emrin e vet gjikos. Gjë lesh në karit. Kari leshin më pak. Jo, po tha, kujdes, i tha njëri, kujdesa se do prishësh tualetin do shkosh për lesh kari. Qa se ti më të qifre më falë më plagë, më falë so. Do shkosh të regullosh ka i lesh i kari. Se që e ke paguar tjerë dhe paguar prapa. Plagë, për zotit, së tasëm, ishin gati të uzi, së më merë, plagë, pa ku kam lekun shkoj ke leshi karte, pa buk si këtu. Shko, edhe i bindë shkurt, plagë, i bindë shkurt, se nuk do thëmë, nuk kam letë shkoj tek leshi i karit, gjanë gjatë, s'kam shumë të shkoj për lesh karit. Si tho. Bindë shkurt. Për lesh karit, shkoj këtu, ke kjo dhe ropidi. Che si pita i posi buche ciofte. Ai gjok të zbëj vetë. I buche ciofte këtu che pilla si pita. Aq, nesër. Nuk ka domethënë asnjë gjë plako. Po nesër. Ne tani na shkruani në koment çuna goca që na ndiqni. Na shkruani ku mendoni që është një deg ose një diku në jetë ku
edhe në dramaturgji me aktorë të mirë plako, po gjithë ka femra dhe meshkuj normalisht. Jo, ato që janë fjalën egzagerojnë për shembull, më ndodhi kjo, ndodhi ajo, spuzin 700 linje të ndryshme sikur çfarë ska ndodhur aty dhe Jo, e di kush është më e fortë plako që edhe vetë femrat nuk para mbështesin sektore të tilla. Për shembull, ka filluar tani për shembull regjizore femra që bëjnë filma me role dominante femra, ose jo dominante, por rol kryesore që janë femra, apo? Aktorë kryesorë përgjithsisht. Nuk është se kanë një mbështetje shumë të madhe nga sektori i femrave, duke ditur që femrat përbëjnë gjysmën e popullsisë botës, ëh? Do të thënë, e kupton çfarë them? Përgjithsisht, jo gjithë çdo mund të. Shiko, kemi edhe kategori tjetër që nuk di çfarë ta thoja. Janë meshkujt, femrat dhe femrat zezake. Po, ato janë njëshë. Ato janë fundi. Ato janë basketbolli, asa që janë, Po, ato janë njëshë. Po, e di kush është një sektor që dominon? Pornografia. Një femër, një aktore femër, jo ka seriozisht, një aktore femër plako paguhet shumë herë më shumë se një aktor mashkull, shumë herë më shumë. Saqë një aktor plako straight, që duket të legjikaret e konsideroj që të futesh në pornografi në këtë industri të fuqishme. Po shkosh folë shkari tha njëri. Jo, po i tha njëri plako që femrave e ke pa çai bëjnë nga flokët apo se ke pa? Çai bëjnë nga flokët ato më? Ja rregulloj unë. Po unë përçaj, o dago, e kupton si funksionon ose kupton? Jo se kuptoj se funksionon. Ama se sto hajmë, ai se kupton fare rreth. Mos e sigurisht do dajmë në karë ngojë. Ne pra ashtu do. Çfarë thua? Nëse. Si ideja është këtu që një aktor porno që ishte mashkull, filloi plako tha që në sektorin heteroseksual të paguhet shumë pak. Kështu që ky ka lënë në sektorin kështu homoseksual. Aty të paguhet shumë tha si aktor mashkull, e kupton? Unë të jam straight, ta. Po, e i thakë të po, si atë që je straight edhe që mbyll të gjithë të... Që je janë mbyll. Si atë me thonë dhe është psikologjike dhe në unë arrita futë dhe tha që aty kjo është punë tha dhe kështë që janë heteroseksual. Kjo është vetëm shtinte. Kjo është vetëm shtinte, po kështu nisin gjithë plak, kjo vetëm më bën gjë. Jo, unë plak kam qit burra. Një game plak që s'kupton si përse. Jam hetero po qit burra. Kurse unë nuk shti, kurse unë vetëm shtante. Shtante aligeri. Shtante në një moment profeto i tek atë regjizor që ky është i paprekshëm. Ja, vonë ky tipi vetëm shtin. Hajde thotë herë këtu ktheu mbrapsht. I pusi në drogën aty ke. Dishim herë tash ke kanë ke drina dyllës. Po, dishim herë ose një apartament ke leqeni thatë. Çfarë do? Po. Apartament ke leqeni thatë normal. Apartament ke leqeni thatë. Unë po ta përsëris dy herë blaqë bëhet automatikisht generalizohet. Po, normal. Nëse duhet të kërkojmë ndjes gjithë ndjekësve tanë që ne nuk kemi bërë një podcast, më kanë kërkuar shpesh Lucifer që kërkojnë që podcastet, kemi ca podcaste me njerëz të ftuar siç kemi pas dikur. Po, edhe disa zhbërrada që në një farë mënyrë i bie që ato podcaste që kanë ekzistuar me njerëz të tjerë, bonuset, realisht janë podcaste që kanë më shumë vlerë tani sepse e shkon ka shumë kohë pa u bërë një. Ne kemi qenë shumë zënë në jetën tona personale, me thënë drejtën. Nuk është se s'kemi angazhuar, unë kam disa njerëz që më kanë kërkuar për të bërë pjesë dhe i kam thënë po dhe normalisht do ndodhi eventualisht. Por thjesht ka qenë momenti. Nga ana tjetër ne kemi një sasi podcastesh me njerëz që shumë nga ju ndoshta të pyesin vetëm pse s'ka dalë imi. Është pikërisht sepse neve po i ruajmë për gjë më të madhe, siç kemi thënë përpara, por që janë perla. Dhe ndoshta një ditë do lançojmë kështu mas vdekjes tona, kupton, të tipit vdiqen ato dy po. I lejmë të shtim në tyre, po. Lançoje. E ke parasysh ato bombat bërthamore që kërkojnë dy çelësa plako që të aktivizohen. Që mos jetë ti një pallkar dhe automatikisht ne me çelësat tana, çelësat do të thonë, mi tan nesër kur rritë. Çak. Kur të rriten. Kalan. Lëshojeni. Nëse. E nisim këtë podcast fantastik me para në fali për këtë fillim kaq brutal. E nisim me pati një përplasje në studio. Po për 10 sekondë ç'është kjo? E para ta nisim me këtë, nuk e di se ç'është, nisim. Por a ka vende në Shqipëri që nuk duhet të shkelësh? Po këtë kena bombë duket ja. Po.
Po më kemi dëgjuar këtë tipin apo. E di, si ka tjetër. Mali me gropa. Këtë tjetër. Tash i ftuar Skerdi i Farijës me Arba Grama plakon në një studio që se kuptoj pse ftohet Skerdi apo dikush tjetër për dënim mendim nëse nëse po jo është interesant. Ka studio vetëm për të qenë divorcuar. Do unë divorcova. Kjo Arba Grama thot familja ime s'ka qenë divorcuar, po unë u divorcova, e kupton? Edhe ky Skerdi thot ta shohim ke fëmijët e tu tani. Fëmijët e tu. Do që mendoj që do divorcohen. Nëse kjo është. Pak a shumë shumica kështu do të ndodhë. Mos jashtëzakonisht shumë marrëvesh kjo që po thuaj, më tepër s'po flet për fëmijët e mi, domethënë, kështu që po kështu është historia. Do shkojmë te fëmijët tuaj atëherë. Po edhe fëmijët e mi të njëjtë gjë. Po ja do ta shohim, besoj inshallah jemi gjallë. Po nga ka mësuar brezi i ri që të divorcohet. Jo, nuk është se ka mos. Nga ka mësuar brezi i ri të divorcohet. E ka mësuar ajo. Nëse rushin edhe piqet. Shef rusi dhe nishet. Edhe digje. Tuti në digje. Po, këto dhe... Po, ashtu në. Janë të shpushtet. Gjatë të tjerë për ato, po kështu është historia. Por ajo më e rëndësishme që unë do thoja e para një herë divorci, mendoj se nuk është kaq as turp pas është nuk është dështim në mirë. Unë personalisht nuk e konsideroj dështim. Ajo është ndoshta zgjedhja dhe zgjidhja e një në familje të dy prindërve kur nuk i lidh me asgjë dhe të ndonjërit në familje për të thënë që jemi në një familje në fakt edhe kjo nuk ka qendron fare dhe nuk jep asnjë mesazh. Tashi, ne kemi bërë një podcast që quhet Divorci, kështu që mund shkojnë ta dëgjoni pas saj. Po si mendon dhe Lucifer? Kjo përplasje. Skerdi shpallkari, më fal. E filloi shumë keq edhe unë. Nuk e di. A fillova të shumë keq. Jo. Po pse marrin vërtet Skerdin të japi këto mesazhe? Para herë do i thoja Arba Grama si mos i merr gjërat personale, se kur i merr personale është shumë e thjeshtë që të acarohesh kjo goca që foli. Nuk ishte pse, për shembull, duke thënë që, po ti po flet për fëmijët e mi. Po e bone personale, ai vërtet përmendi fëmijët e kësaj. Ai ka një farë të drejtë, plago, statistikisht fëmijët që vinë nga prindër të divorcuar, përgjithsisht kanë tendencë për të divorcuar. Statistikisht, po kjo nuk do me thonë që garantojnë që prindërit e Skerdit fëmijët e Skerdit nuk mund ndahen, apo fëmijët e kësaj do ndahen patjetër. Nuk është se garanton këtë gjë. E kupton? Po mirë, mënyra se si ky shprehet, sigur fëmijët shumë rënd. Ai thjesht nuk di të shprehet aty se ai po thoshte. Po pra, e shikoj që s'ka lidhje fare plagu, nëse më vërtet nuk është se do t'i kushtosh fëmijëve më vëmendjen se po themi prindët janë ndar. Edhe fëmia arrin shumë me nënën, takon babën një herë në javë ose dy herë në javë, automatikisht nuk e ke ato të dyja prezencat prindërore, edhe mund ta vuaj, mund të ketë ngërçet veta trava gjëra. Pa hajtë. Po dhe në ana tjetër nuk mund t'i thush fëmijës për shembull që mu mendoj që opsioni divorci duhet të jetë gjithmonë një opsion plago, sepse vajza jote ose djali jot mund të jenë një marrëdhënie abuzive plago, abuzive jo domosdoshmërisht të dhune. Po abuzive dhe financiare, abuzive dhe psikologjike dhe duhet ta dinë që ka një rrugë për dalë nga kjo gjendje, e kupton? Se për shembull dikur kur divorci ishte i jashtëligjshëm, flasim shumë kohë përpara, ti nuk ishe rrugë dalje, e kupton? U lidhe, u martove, u mbylla aty, bone 3 kalamaj, ti tani do hash dru, iku jeta ime, kjo është. Kurse është mirë ta di që ke një mënyrë me dal nga kjo gjë, nga kjo dhe të vazhdosh jetën dhe ka ndodhur shumë shpesh që ti e mbyll një marrëdhënie, nisi tjetër dhe kjo tjetër shpërthen, bla aty je vetvetja, je më i pjekur, ndoshta ana ime nuk e konsideroj martesën plako sigur, po ka prej bolesh dikë, e kupton? Prandaj e konsideroj sigur je fund një marrëdhënie dhe aty automatikisht do të japësh fund, do të krau tjetër do të mirë kuptoja, nuk e di, 1 2 3 ka gjë. Po ti e qen dështim këtë se po kapeshin ke fjala, a është dështim kjo gjë? Shite ka pra, pikërisht mund të them fundi një marrëdhënie. Për mendimin tim, ajo martesë dështoi sepse nuk shkoi deri në fund, vdekja na ndaj, por kjo nuk do të thënë që është fundi dështim për individët apo jo, personalisht. Dështoi si martesë, por nuk dështuan njerëzit. Nëse ti nis një marrëdhënie profeton, gjithmonë nis me idenë që po përveç fakteve që ke aventura, po një marrëdhënie nis me idenë që do të përfundosh me atë person. Rrugës ose nis që ka shumë lekë personi tjetër apo. Absolutisht, ajo është tjetër. Ose nis kjo është pjelli mirë trim sa kjo që po çka e mirë me makinë vjen na merr në shtëpi. Ai lego është goca filare me ditë. Po, kjo plako ka pas e di me ka qenë lidhur? Ko. Edhe tash e kam unë. Më imagjinoj, çfarë të merri. Mendoj për vetëm vërtet sigur martohesh, domethënë firmos edhe nuk ke çfarë bën tani. Nëse ti do kishe bërë atë, e kemi diskutuar atë prenapin përpara. Po. A ishte një marrëdhënie normale, besoj se ishte një marrëdhënie normale që
fatkeqësisht përfundon. Si çdo marrëdhënie plak, se mund të kesh 10 vjet në dikë dhe s'ke celebru edhe normalisht është një tradhë e madhe që po ngelesh, po ngelesh vetëm për mendimin një tim duhet jetë gjë që do të bër çdo herë. Çdo herë në çdo lloj circumstance, edhe kur s'ke lek, edhe kur ke lek. Po pra, ja. Madje duhet ishte, mendoj që duhet jetë pjesë e kontratës martësore. Prenupi duhet të ekzistojë aty plako. Çdo gjë që keni kryer bashkë është tjetër muhabet, por prenupi duhet të ekzistojë sepse në fund ditës nëse juve mendoni që të përfundoni me njëri tjetrin, çfarë problemi ke ti me firmosi gjë? Apo jo? Po, në Shqipëri nuk e di si funksionon këtë gjë, plako, po në botën perëndimore është çik më çfarë se bythe kjo momenti i divorcit. Nuk mund ta qej kur dështim këtë gjë përdesa e mendoj si një marrëdhënie që përfundon. Nuk eci. Po. Pra, po kjo është shumë një pikë që bëjnë disa femra, thonë, okay, nëse i dashuri jot të thotë dua një prenup, thuj, po do bëjmë një klauzol që unë do të marr gjithë pasurinë nëse ti më tradhton. E kupton? Kjo duket e drejtë. Tash i futesh pastaj se çfarë quhet tradhti dhe çfarë quhet tradhti se. Po. Po kjo më për shkakun nuk më duket e drejtë për vetëm arsye, sepse i bie pastaj që ti që s'pas ke më pak lek, pas ke një free pass për të tradhtuar. Ti mund të tradhtosh dhe s'ke asnjë lloj pasoje. Vetëm ndahesh me mua. Kurse unë po tradhtoj, unë humb gjithë pasurinë, e kupton? Kështu që nuk funksionon kështu. Apo jo? Jo, si funksionon? Nëse ti je parrokier dhe nuk je gay. Je parrokier, je në famë botrore, vjen aty profet po marrim rastin, çfarë them, një femër lezetshme. Po ku e gjoni apo ja fus një femër që i ka gjitha Shakira, meqenëse bën edhe të koncert, thotë 50 vjeç kjo. Dhe ajo thotë do të vras pas mëqive, apo jo? Po jo, ma ajo thotë, di çfarë thotë vra. Po ai do të ti do vish ke koncerti im që do bëj tani në Copacabana, do vish? E thotë po do vi unë që jam po do vi të ti unë te Copacabana. Te Copacabana? Për Copacabanës. Te Copacabana. Për Copacabana. Jo Copacabana. Po Copacabana. Do vi. Pa më rëndë të vi se pis gruan se i di gjitha gruaja. Pa më rëndë se pyet atë. Ai për zonë i di gjitha është i fiksuar mas te. Po, është fiksuar. Si këngëtar, për këtë je, se unë shoh tjetër mënyrë shoh se si je femër single, që rrin 10 vetëm. Njeri pozitiv. Që mundohesh gjithkohon me kalu me sakrifica çdo gjë. Ai pikë ai shkërdhat aty pas gjitha. Shkote me atë 20 vjeçar, sa ishte ajo? Ai thotë 23, mos më shekë që 23. Pati çka martoi vlego, çka ka kap një që është ishte si Shakira. Po më e re. Ore fikse. Ose di është kjo ideja më të reja. Çfarë është gjë nga këto të reja se s'marrë. Po pra, kot. Ato byto që rrin sipër, sica që rrin lart. Po avarsha po si. Ato mos që duken për çiva. Pjedhi ngusht, po avash se na keni bërë këtë pjedhi ngusht sikur çfarë apo. Po çfarë thua po ama. Ska rrudha, po. Ja po celulite pas. Celuliti po celularin e fundit e doti. Kot ishi Po celularin e fundit do normale, ja dele iPhone 18. Po celulitin e fundit nuk e doti celulitin e fundit. Se doti se s'është iPhone. E pra. Alo ku je jam aty. Gati ti. Të që ke botësore, një rëllapi. Në kam qenë aty vërtet po ka qenë. Po kam qenë normal, se skuto. Ka qenë. Nuk e di po për përshtypje. Plago është nuk e di. Duket sigurisht kështu si i vlerësuar, si egzageruar nga shoqëria që pidhiri. Pash do në internet një pyetje që tha njëra, a do e lejoje burrin tënd? I tha i goca. A do e lejoje burrin tënd? Po të seks me një femër tjetër për 2 net. Do të shkojë ke shtëpia e saj 2 net, plagu tani. Edhe për një të po normal. Për $1 milion. $1 milion euro. Edhe gruaja ime i them grusime. Dhe unë grusi. Imagjinoj vetë plago unë me kokën poshtë, duke lexuar grus ofertën që na erdhi. Shikoj çka ka ardhur për derës. E pas ka ardhi letër këtu, ti që e di se ta ka thënë përpara do të çojmë letër. Ka ardhi letër. Po. Çfarë gjë edhe pas një ofertë? Jo, ti tani që para prim i thot parën. Po ka një ofertë për të fituar $1 milion, ti jep ka $1 milion kjo? $1 milion zemra, $1 milion. O, që ja këtë grupi e burë, Egna Group, janë shumë besueshëm. Po, edhe t'jabë $1 milion. Qa thonë? Ja, pritet se të letoj. Neve? Qishme?
Që janë këto më kot? Jo, ti që e bëj kështu. E merr $1 milion shpirti, më vjen vërtet, po çfarë do të bësh? $1 milion thjesht duhet të pish i pjell. Çfarë do të bësh më? Duhet të pish i qiell. Duhet të pish i pjell false. Pish i pjell, po lexo, mëso me lexo. Se më mërgoja. Që po që ti mërgoja, po ke lëpë goja. Jo për zot, s'kam më goja është i goja. Jo për zotin s'ka lidhje fare me për zotin. Të betohem, nuk e di kush e ka çu këtë, por edhe çfarë duan me na shkatru apo me na pasëru, se marrësh. O plago. Apo duam që s'po të mirë. Ne ai shumë borxhe kena në shtëpi sa që gruaja ime më thonë, patjetër që të thoya po të paguajmë sa të heqim këtë këtu, heqim atë atje. Se di. Unë djeva si përdor. Unë që kam thjesht një vegël këtë shtëpi këtu. Unë përdora, janë i shik ne. Unë thjesht duhet pres vetëm kaq, që ta lexoj letrën, mos nxitohet që thot llap. Ti pastaj çfarë do bësh? Do ulish kokën? Në sekond se ajo e në grup në monitoron ku do plago ka ato drona të vetë që mos nxito, ulu, lexoje dhe mendoje. Mos më e përgjigjen tash. Mendoje, me qetësi, nëse do të shkosh në po ti mendoj që mund të sugjeroje, mendoj që mund të sugjeroje një ide. Për shembull, do bëj kështu si pjesëmit e tipit, po çfarë thon këto më shpirt, s'bëhet lla fare, ne jena mi kena borxhe, po s'ka gjë. Ja dali. Po kjo është e bukur qendrimi jot. Do të thënë, që sa e lexon letra thotë ç'më mendon ti? Dhe ti që që ti euro. Unë paguaj me shiti, më thu, atë më paguaj me shi. Çfarë thua do më lëndë mirë pra? Masazhit të morë lloj spunje. Jo, ti plago që si më zgjodh këtyra që puçë. Masi lexon këtë ti thu, se këta janë mashtrime se s'ka mundësi. Ndërkohë ajo plago është për shembull është agjencia e shtetit plago. Është një gjë shumë e besueshme. Pa çfarë këto mashtrime që bojnë, pa çfarë këto budalliqe. Pa nifet, imagjino që nifet për këtë. Nifet është gjë zyrtare dhe gruaja e di që thotë inshallah s'na bën ne ajo oferta. Po, madje është si tip llodarie, aty ku jeton ju është si tip llodarie plago. Edhe kapin disa njerëz tani ka ra ju. Pas ka ardhur kjo. Loto Qiria. Ka Loto Qiria, mami. Imagjino fëmijët e bujarit. Mami ta ardhur Loto Qiria. Me një sekondë u qetëso zemra mamit. Po, jo, edhe fëmia plago e kërkon, no? Seks Loto, siç mund ta qejmë, si mund ta si ta vëmë emrin. Loto seksi. Seks Loto. Jo më jam, në gjë. Me të ndim rena. Sa është ideja që tu ndohesh, po. Me të ndim rena Loto. Mami, me të ndim rena Loto. Që karme? Me të ndim rena Loto. Me të ndim rena Loto. Që amor. Po ku është babi? Jo, kjo është babi. Edhe ti që e ke dera plako me atë letret në dorë. E gjeta këtë ke dera, çfarë është kjo? Që është kjo këtë dera? Që është kjo letë këtë dera, bur? Se në kemi rëskar. Ti që e gati lagë duke kërkosh divorce në shtëpi. Masë ke mund të shpëtoj edhe familje. Ti gati kërkosh divorcin, profeto, se ka arma e punës, lek s'ke, me një halë, borxhe të gjitha, edhe dhe tho, që jam modë, na karojt karen, erdi funi. Ika. Dhe shkoj t'i them të nda. Që është letë këtë dera, se ne ka dhënë në loto, çfarë? Ne ka dhënë në loto. Kush na ka dhënë në loto çiva më. Pse më fol TV, kush ke vogël se kjo fjala kush ke bog kështu tash la, ke vënë? Kam përdorur në televizion. Am pas që firma VIP. Kuç. A vaje kuç. Kuç. I keni të plagë largohet apo. Kuç. Vetëm deri afrohet. Nëse. Ai është vetëm grus. Çka ke ndërmend plagë do të bëjmë të pasur apo do të divorcin? I bëjmë pasur. Ika pra. Ika kërti. Po pse o zot mua ti kështu? Se mua, se duhet merre mund me këto. Kush e di çfarë pjedi shumë do më japin ndërkohë që ti ke pa plagë se ky emision i jepet gjithë ne, edhe atë janë shumë mega. Je në ferma plagë. Po plagë, kjo do ishte e bukur nëse kjo do bëhet edhe publike. Po publike. Do ishte sfidë vërtet, publike, tipit emision, siç po thotë ti, reality show. Edhe publike, plagë që një familje zgjodhi kë. Si det shumë pra. Ty të bi që ti je çuni, një familje tjetër i bi që të sjelli gruan ai.
Aty të kara për shumë atë ta të kara që ti do të shishte edhe do marrësh 1 milion. Kurse ajo do marrë zoti i madh deshte që rastin tim si që ke modhe pare. Ati tjetër ti kara me dhon grune, me dhon 1 milion. Po mirë, po çuna vjen që se do t'japim bythën. Mendoj kështu për vetë. Po drejt. Pas e futesh në atë pikën që është psikologjik. Jo, atëre shumë. Ka thënë një aktor shumë i madh, që unë ndjeki, që është vetëm në gjendje psikologjike. Jo, sekond. Ajo kanë thënë kështu. Atë do jetë shumë rregulli. Te një familje plot do vendosen se kush do e lej. Njëri do e haj këtu, ke familja ju do e haj, jeni familja ngrënës. Jeni familja ngrënës, fiks fare. Kurse jeni familja dhënë. Tani midis te dhe gruas plagësi dhe jesh i gatshëm ta hash vetëm byth apo të lesh gruan? Hajde merr vesh. Merr vesh. Si do të diskutosh ti këtë? Se di. Shumë veta do thonë, shumë çuna në koment do thonë shumë. Po si mendosh më byth qies se duhet të shkosh qies vetëm byth? Do thonë shumë çuna. Po se byth qies ja atëherë, çfarë ti? Ju do më nda me gruan, e kupton? Po çet vetë unë i vrim kam koll. Merë, që se vendoset, do të vjen kjo oferta. Po mirë, edhe gruaja do shihet. Por e thot gruaja direkte plak më të madhe që do shkoj unë. Do shkoj për këtë familje të sakrifikoj unë. Do shkoj unë. Po s'ka shanse thotë të shkoj unë plak. Do shkoj unë thotë ajo dhe pikë sepse ti boll ke sakrifikuar për këtë familje, thotë ty. Po çka kam bëu për këtë familje që ja modhe. Asgjë. Po përzor, asgjë plak do shkoj unë, nuk diskutohet, nuk le grunti ose jam fanerizë. Do dal unë dhe them kjo sakrificë, plak, është unë jam hetero, ja pa hajm dyt për këtë gjë, po s'ka. Ti e di se do hash byth apo se di? Shikoj që se ka kajnë. Si se po trego kajnë, aty që është njëri që është kështu si ekzekutus. Si që se ka kajnë. Nuk ka shanse të shkosh ti ke ky. Lev 30. Që i ka lev 30. Dhe shkoj unë se e ke thonë ti e laf. Ki dhe si kuna mjë. Gruja të përdor kartat e tuja, plagë, që përdojnë rini. I ke thonë ti atë. I gjo ka thonë kë burri. Që kam thonë se s'kam thonë si gjo. Se ke thonë gjo. Thonë unë atë. Qive me mjallë, ke thonë ti apo se ke thonë ti? Jo, qive me mjallë për zonë se kam thonë, unë kam digju. Se ke digju, kam dikush i menshën, e plagë i menshën, ke digju. Ke thonë që kur e fut gishtin mrena, ke i kavanoz me mjallë, i kavanoz me mjallë, edhe intonacioni dhe gishtin, mjallë ti myllët prapë dhe nuk merret veç që ka fut dikush gishtin. Kështu pra është pidhi. Po, kurse bytha, di si është bytha? Bytha si i shqip, jo, bytha si i shqip me mod që kur fut gishtin e ri prapë brima aty. Biles, është i qypi i hollë që edhe mund të qahet. Qahet, po, e qepin bythën nga sforcë. E ke pati e po gjithë bodybuildera që bëjnë shtanga nga 200 kg, më bëse burrash, nga 200 kg. Edhe i del zorra më lektu krrrr. Po pse, po të lejnë e qepin për me dhe blak. Biles, trajnerët, tani trajnerët e rinj, kanë edhe diploma në qëndisje. Shumë nga to, tremojoshe. Ma qëndisje vytu. Jo qepja. Ma qëndisje më vytu. Fillon ai plak gjaku vu aty, fillon atë qetësinë e qëndisjes, se kupton se ka qetësinë vetë qëndisje. Ka është gjendje. Vesyzët. Po. Ja një minutë. Po. Ja mos luj. Hop. Iku. Ai shumë. Ja se kaloj. Që bëzëm pas gjurë plakët e ka bërë si lule. Këta lule që qëndi. Ai e ka mjullë farë. O plakët e mjullë farë. O farë. Se të se po qepja komqa. Po që ki nga kauti. Kam bërë një lule. Shit, kam qepi kops. Kam qepi kops të gjithë me primë në vëllës. Qarlote.
Ke komç aty. Pse ke këtë plagë, ke komç, ke edhe këtë brimën plagë, po duhet të mbyll, po duhet të hap. Ti e di. Duhet bëhet dot me zinxhir, se bëhet dot me zinxhir. Jo, zinxhir s'ke. Po me zinxhir, do vite eksperiencë. Ka jo pa lidhje. Që do të thënë, ja nuk e bëj dot me zinxhir. Vetëm këtë plagë. Jo, me zinxhir nuk e bëjmë dot, ja. Po çalo dhe nesër. E vështirë plagë, po komentet, lutem, komentet dua di kush do sakrifikoj. Kush duhet sakrifikoj si po thosh. Bles këtë ta bëjmë edhe pyetje, ta bësh pyetje aty në Instagram. Po normal. Tashi, video tjetër. Po prap skerdi i Farias me që ka Bob skerdi. 34, po. Moshën tënde kishe 2 kalamajon. Unë jam lirë 16 vjeç, jam martuar 25 dhe do të kishe bërë një 78 kalamaje, sikur ime shoqe të kishte mundësi fiziologjike. Po kalamajt janë si numër, a nuk do të ketë fëmia një përgjegjësi që duhet të ishte vërtet e ke këtë ti që thua kalamajt janë si numër? Si i marrë gjatë personale. E do të falë. Me vërtet e ke këtë ti që duhet që kanë si numër, po janë fëmijët e mi, more. Tekstualisht aty ke fjalët, i ngjiten fjalëve. Po seriozisht e ke ti? Ajo i tha, po ti seriozisht e ke që më përmend fëmijët, ky tha, po ti seriozisht e ke thua që janë thjesht si numër fëmijë. Po ti seriozisht e ke që më thua mos na vjet që 34 vjeç, po un kam pas 2 fëmijë. Unë moshën tate kam pas 2 fëmijë, edhe ky fillon prap. Do kisha vënë 20, po gruaja aq. Kjo është palidhe fare plago, sepse ti këtë lloj logjikimi mund ta përdorësh për çdo gjë. Për shembull, unë pyes ty, sa vjeç je ti, thua jam 20 vjeç. Unë moshën tënde kam qenë gjimnast. Aha. Në fakt gjimnasti më 18, ti pas ke ngel 2 vjet. Po pra, kam qenë gjimnast, prandaj po them. Aha. Po moshën tate unë boja shtëpi, plagë kanë ngrit me 10 krah. E kam bërë shtëpinë, jo, nuk kanë bënë me mbur veten, s'ka problemi, që ti thjesht mund të thosh gjë normale. 20 vjeç u dilja ke blogu, pije një kafe, po s'kisha lekë në xhep, po shkoj edhe në shkollë dhe bëhet sikur mësoja. Refuzimin e parë ka marr 14. Çka ke bë 14 ti? Refuzimin. Kisha guxim në shkolla i goc, ishte pill 30 vjeç, unë 14. Po, e hiva pastaj. Po 2 vjeç. S'është punë, se po 2 vjeç se sa ajo prita se të bëhesh 18. Sa ajo ishte në normë. Ishte 30 vjeç në normë. Edhe ky, po unë shkova 16 dhe gënjeva, e s'dite me bose, kishte marrë për gjyrë të shqie matematikë. Ishte me normë, po si ishte as. Po, atë tha, zoti i dha normë, por nuk i hoqi matematikën. Po, i tha, nduke tha se ta hodha, tha se e mamet që ka qenë thjesht 4 vjetë dhe kanë kalu 2 vjetë, edhe tha kjo, po tha ma hodha. Po, ma hodha. Sa ma hodha, nëse kam 2 fëmijë, ja di që tha kjo, moshën tatë më kisha 2 fëmijë o karë. I tha kjo, 30 vjeçare, kishte 2 fëmijë. Ta hodha unë ty, tha kjo. Se tash jam me barë me fëmijën tatë, qifsha aro, edhe e bori shumë, qifsha aro. E papame, la, papame e grue. Po pjella ime për mua numër është, thot ky skerdi? Pjella ime për mua është numër, është thjesht një numër aty që vendos një për ju, po them që po na thonin e brezit të ri mua kalamajt janë jeta more, janë e ardhmja. Ai kupton, ky është momenti plago ku diskutimi ka marr varikarin, kur fillon tani përmend ca gjëra që s'kan lidhje fare me diskutimin. Kalamajt janë jeta, janë e ardhmja. Po. Ka valide. Sa çka lidhje me diskutimin? Kod fare. Kalamajt duan. Kalamajt janë jeta, janë e ardhmja edhe pikë. Po, jo vetëm aq, kalamajt meritojnë lumturi. Ti kështu, po, e vërtet. Kalamajt çdo Kalamajt dun ti rishke kohë, dun vëmendje, Po, vëmendje e prindit besoj. Në fakt kjo është teknik plako dhe këtu dallohet për shembull që dikush nuk po don e shef që bëri një gabim për shembull gjatë diskutimit dhe për ta korrigjuar gabimin plako, përgjithsisht ti fut disa gjëra që janë common knowledge, domethënë është thjesht një njohuri kështu komune që e din gjithë, po ti e fut ato sikur kjo po sulmohet. Po në fakt nuk është se po sulmohet aty që fëmijët janë e ardhmja. Nuk u thanë asnjë moment dhe nga ky djali tjetër që fëmijët nuk kanë ardhmja. Ne përdorim kapen aty. Po, ai tani përmend këtë sikur ky tjetër thjesht po thotë që unë s'kam gjetur njeriu në dur, si mund bëj unë fëmijë, unë jam 34 vjeç, s'kam fëmijë, po jo se s'du. Unë thjesht s'kam gjetur njeriu në dur. Ky thotë, po fëmijët janë e ardhmja, po kush tha që janë e ardhmja më burr? Unë du 5. Duket që këto nuk është se e çajnë shumë vetëm me kë i bën fëmijët. E kupton? Jo, po ky skerdi duhet mendon sikur gjithë kanë njeriu në dur në krah, po thjesht nuk duan me bëmër. Ti e ke njeriu në jetës, po nuk e do më plan. Ajo të lutet. Hajde më bëjmë 10 fëmijë për se i ma trupi im, thotë ajo. Jo. Është kurtane. A bëjmë 10 fëmijë?
Apo është nga Tapiza? Jo. Tapiza. Çam i gje këto. Po jam po dëgjoj. Përshëndetje gjithë ndjekësve në Tapiza. Massimo rispetto për i Tapiziani. Tapiziani plagë, Tapiziani. Do ikim në Ibiza, mi ikim në Tapiza. Tapiza. Në Ibiza. Kemi të ftuar Efi Dhedhes. Dëgjojmë Efin se çfarë thot plako. Është bërë shumë mentore, jo. Unë jam ai familje e varfër, mund të them, se edhe domethënë edhe unë jetesa që kam tani, unë nuk mund ta shoj prapë as të mesme. Okej. Tonë është, unë se kam një shtëpi timen. Pra për mua unë mendon që jetesa e saj e mesme ka një shtëpi të vetën. Ti mendon se një qytetar për shembull mesatar në Shqipëri ka patjetër një shtëpi të vetën ose në botë. Ndërkohë që në botë për shembull plako, njerëzit që kanë shtëpinë e tyre, po flasim për shembull në vende perëndimore, mund të jenë 40 deri në 60%. Pra jo domosdoshmërisht ti futesh te jetesa mesatare nga të ardhët, nuk futesh në jetesa mesatare nga shtëpia që je. Nga që jemi edhe me tretjetin shqiptare që i përdyshet e shtëpi. Po, do të kesh shtëpi tatë. Kjo se shumë mesatare vetë se s'ka i shtëpi vetëm po jesh me qenë. Jo, të mesme me pak kafe gjithmonë. Po jetoj, por për mua nuk janë sete. Nuk mendoj se prap nuk e dia quajnë e mesme as jetesa ime, kupton? Tashi. Shiko, pra aq kohë sa unë mendoj nuk e siguri, nuk e konsideroj. E lëmë shumë si çështje perceptimi këtë, s'po e bash. Që është René Refo se ndoshta kjo bën lek mirë për fjalën që. Po kur do të jetë Bret Kosën që ka ngel fyt René Refo. Ka gjën fyt të plako që nuk i dele po. Se i kanë dalë. Të betoj, ka një gjë. Au kam mirë thuaj. Jo, është ajo kur e kem fyt nga i çon syt. Se varet nga ka çu syt. Vetëm këtu mund ta dallojmë nëse ka i Bret Kosën fyt. Me shumë rim, kjo, që normal që ke drejt. Se kur ka shumë rim. Ti e di që, po. I ke vërë plako që gjithë këngët e raperave kohët e fundit kam kuptuar ato plako që atje që bëhet më shumë kështu hit plako duhet të ketë një përsëritje gjithë kohës, po ta vesh re. Ku je o zoti Kena, do ta përsërish 2 herë plako, e kuptosh? Ose kjo kënga e fundit që është bërë tani hit dola në qytet dhe desha me i fol ten, do të jetë gjë që ten, do të jetë gjë plako që është përsëritet 2 herë plako. Shiko gjithë refrenet, po ta vesh re, duhet të jetë një gjë që po së përsërit 2 herë plako nuk ka. Qëllove ti bang bang. Duhet të jetë aty ajo se po përsërit e bën direkt hit. Ngel aty në memorie. Po hit ten bang. Hajt, olokum, hajt. Olokum. Drite, kjo është edhe 2 herë. Pak më shumë. Normal. Shumë. Jo. Po. Se i bie ti futemi mua vetëm me thellë. S'dua ta nxjerr fare aty se ke punët e tua, domethënë. Po okay. Deri tani se këto vërtet. Jo, që ka varë pas ka dashnor me lek më duket. Aha. Jo, që ke varë plak, s'ke as shtëpia, s'ka të ndija, s'ku di gjë. Po kjo tha, po s'do ti futem asaj tha, sepse pastaj futemi shumë thellë. Kështu që, Po plak, çfarë mund të bësh? Se duket sikur gjithë thot varfrit si kërkojnë të blejnë shtëpinë në Tiranë, po Tirana është bërë qerop në shtëpi, thonë janë bë çmime shumë shtrëta, po blej diku tjetër atë. Pse se blej diku tjetër? Tapiza është po vdes apo ti shkosh? Po vdes për rini, i ka ikë rinia. Nuk e di. Oh, i ka ikë. I ka ikë rinia. Kur e ke marrë ti jetën tënde në dorë? Unë për herë të parë, unë kam punuar 14 vjeç bashkë me familje në Greqi. Pastaj kur kam mbushur, e ke harruar? Sa tha se çfarë ka punuar? Kam punuar 14 vjeç me familjen në Greqi. Aha. Nuk kem krenare më mirë po e them. Gjithë të menduar, çka ke bën? Pastaj kam punuar 20 vjeç me familjen në Zvicër. Aha. Në Turqi. Dhe të gjë me qim rapa. Edhe në Slovaqi. Në Uzbekiqi. Po atje turizmi është shumë flak atje. Po shumë flak shumë gjë. Po, jo, nuk kam harruar. Po në gjëna e parë greqisht kam mësuar. Unë jam ai familje. Nëse kaq ishte. Do të nevi plagë nuk pas shumë. Bravo me shqipën. Shumë me shqipën. Tem drejtë.
Tash është ftuar plako ke e mama në Andin e përputhen plako? Atë Ezmerin që u martu po Ezmeri që po u bë me fëmijë ai që flet kështu si. Pas ka bë dasëm tani plako, pasi ka lind fëmijën don ka bë dasëm. Are trashëgohet. Apo ka bë dhe fëmijë. Trashëgohet. Çfarë thuhet? Ai trashëgohesh prapë. Të shkoj shumë dasma, pyet kështu shqiptarësh, domethënë njerëz që bëjnë llogar. Unë tip shumë kush po flet to, ky është Cristiano Ronaldo që ka filluar ka trash zëri tani se ka bë dhe ëmbët, e kupton dhe ky është dasma. Domethënë ai zëri Hall ka qenë problem dhëmësh këtu? Po, ka qenë problem dhëmësh. Ishte interesante, nuk e më merr me një. Po, Sandra dhëmbët. Domethënë nga Ronaldo bë Roni. Chiamami Ron, Roni. Roni, dai. Çfarë? Ditë, sa e shkoj dasma, sa harxoj, shkoj goxha. Sa për shembull. Po shkoj shumë. Po sa për? Po të marrësh parasysh, me thënë drejtën, një pjesë neve i kemi pas me marketing, si. Po që jam paguajt cash, jam paguajt diku të 40.000. 40.000 euro. Se shku shumë po konsideruesh, ha? Njerëzit hodhën lek? Jo, sa kemi shkëndzu. Nuk e kapi të zeshën, dhe mos ndoshtë nuk e ke numëruar mirë. Do thënë Andi Flago, pas ka hequr një pjesë ka heq marketing. Kush janë këto tipe Flago që kanë bërë marketing për në dasmën e këtij? Se dasma e këtij nuk është se u transmetu dikur apo ku diun. Se do të thotë dikush në biznes. Është një, nuk e di, është një link Flago me lek. 100 euro thot për të pa dasmën. E kam paguajt me gjithë qef. Jam kënaq 3 orë me Andin, me çunat. Ishim mbledh i grupi lezetshëm plak kanë kërcy, e kanë marrë dasmën shoqënia herë spektakël. Ti mendon plak që ka akoma sot kara që paguajnë 40.000 euro ose një shifër parash mbi 10.000 euro për të bërë dasmë? Sa dush apo. Profeto, mos kujto, sigur janë vetëm femrat ato që duan dasmën. Jo, kam karastis, domethënë me çuna që kanë folë, biesi kam thonë që o plap se duhet marr xhu 50.000. Pse, po unë jetë ka më. Po i çun ke plap, ai është gëzim apo, ai është gëzim. Po. Unë prita sa më bëj çuni kaq që të vi ai që të më japi unazë të kuptoj aty në altar. Vetëm no plago se çfarë mund të bësh me 40.000 euro, plak. O qira. Se shumë nga ju do të thonë kari, do them çfarë. Po më çfarë mund të bësh me 40.000 euro, blen ti makinë. Për çfarë e na keni luajt karën ju podcast. Vetëm mbledhni lek. Po plago, do të jetojnë shumë lek. Ka shumë lek. Nuk është puna aty për vetë, po janë lek për fëmijën tënde, por që supozohet me vërtet. Po ka plak ti me ato lek me 40.000 euro plak mund të bësh një palë pushime relaksuese me familjen tënde që ndoshta s'do kesh më kur mundsi kur të bësh me 2-3 fëmijë, kupton? Jo gjithë, thash me ato lek. Gjithë. Po them. Jo. Gjithë jetën pushimet i kipi nga unë. 20.000 euro. Okej, ndaj. 5.000 euro i bëj ca pushime dhe kaq. Kto i kisha. Jo me 40.000 euro, jo. Po, unë lexoj lajm. Ca pushime edhe relaksohesh plako dhe shkomi vend ekzotik, gjasme dhe i gjë që ndoshta do të bi më rasti pse do kesh halle. Ua, dëgjova ca gjëra plak ndolën TikTok. Thash, a janë vërteta tash? Po pulli në Google ti shohë që ti shpiri loj. Ishte njerëz që merrshin kredi për shkuar në Disneyland. Thash, okay. A disa është shtrenjtë Disneyland plako në Amerikë? Disney World çfarë? Nuk e di. Nuk e di, Disneyland plako. Po, vetëm bileta për shembull, vetëm bileta plako avioni. E para herë që ti aty do rish me shumë mundësi do rish në kompleksin e tyre, sepse ata kanë bërë kompleksin në një vend që shumë vështirë të rish shumë larg, se të marrësh makinë, leshi presh. Që do rish në kompleksin e tyre. Domat aty plako shkojnë nga $500 deri $1.000 nata. Do rish 4 net plako $4.000. Do pagush për të gjithë, për 2 adultët, edhe për fëmijët, çmime kështu katastrofike për të bërë gjitha rides, që mund të jenë nga i mi secili për gjithë ato ditë. Do të ikën 7.000. Një shokim shumë që ishte tani para një ndoshta një jave. Më tha që mund të ketë xhuti ku ka $20.000. Pa llogaritur udhëtimet plako që i ke prap do të futura 20 do udhëtime, vajtje me makinë, ndeti aty, ushqimi herë që është katastrofik, se aty kur futesh brenda nuk është se mundet të bësh ti tani do iki 2 orë gjysmë handej që mos aty janë pushime por. Aty pastaj që aty është një vend që gjatë gjithë kohës fëmia jot stimulohet vetëm për të shpenzuar, nuk këto se ke vetëm gjëra për fëmijët, e kupton? Unë mendoja në kokën time, sigur ti do shpenzosh një ditë edhe do e mbyllësh aty. Ja. Ti shkove një ditë, kënaqe fëmin, edhe fëmia jeton me ato fantazi vlera, se s'është ka nevojë
dëgjon ta pompoj fantazinë apo është një angazhim shumë i madh familjar, unë s'kam qenë ndonjëherë dhe nuk e di, ndoshta një ditë fëmijët e mi do më kërkojnë plagë, por nuk e di, e kisha shumë. Te video që pash për foto ishte një gol shqiptise, kisha xhuar diku ke $30,000 kjo. U futa pe Google-ova, edhe kishte njerëz që plagë që harxhonin 80, 90, 100,000. Po them pra, do nuk është shkon çdo njeri normal. Po, blet kishin bërë këta Disney, ishte banka në mes, ishte vetë Disney. Po plak çdo gjë që ti të jetosh një eksperiencë, dhe ti paguon për eksperiencën, po që a ja vlen kjo eksperiencë. Tash disa bëjnë një datë, plak harxojnë brenda natës, se duhet kuptosh që kjo që ka bërë ky Andi, martesa e Andit ka kushtuar më shumë se Disneyland, se është 40,000 vetëm një natë. Po, dhe ke Lufthansa. Po, japin çmime nga 40,000, 50,000 për dasëm, 200 ftuar, po, gjëra të frikshme. Shumë të mërshme, plak, nuk e di, nuk e imagjinoj dot. Jam i bind që aq shpenzojmë vërtet, po ideja është pse duhet të shpenzosh ato, plak, janë mund të jenë gjysma e lekëve të apartamentit. Unë besoj shumë, mendoj që çmimet janë çike të fryra plago, po e di që ka njerëz që në 10 njerëz pra njëri e ha me vërtet normalisht, po janë shifra që nuk duhet konsiderohen fare, fare zero. Nuk duhet konsiderohen fare për martesë, për asnjë lloj gjëje të tillë nuk duhet konsiderohen. Fare, nuk e 40,000 euro, 50,000 euro plago janë shifra kolosale. Është një mendje shumë e shëndetshme si puna ime që ato lekë që ose do t'i kisha direkt tani do të shpenzoja diku tjetër ose do t'i ruaja për diçka tjetër shumë më madhore. Edhe për fëmin tim nesër pas si dihet. E të çaj ku i ke 40 këtu, çdo gjë si dihet tjetër për. Nuk i dihet. Kur. Asi si dihet për mund gjesh vetëm në një situatë shumë të keqe çfarë të bësh tani dhe. Por ti nuk e di fare, unë di njerëz plagë që janë diagnostikuar me kancer, kanë pas fëmijë vërdall dhe dinë që ndoshta mund të jetonin shumë pak, megjithëse ja kanë dalë në banë. E vërteta është që ti nuk e di se çfarë sjell jeta. Edhe sado që janë njerëz për flas të shëndetshëm, për flas njerëz që kanë një rutinë që ndoshta edhe e presin. Njerëz në të ku ishte 5:35 të ha një goditje të madhe plago dhe ti tani je përballë kësaj dhe skelon as i gjë fëmijëve tu se me shpresën se ti shpjeton jetën. Mos bëni gabim. Të mendosh si puna jon, nuk është se do të thotë që duhet presësh momentin që kjo do zbërthehet. Ky rast shpresoj mos ndodhi kurrë. Po ti po njerëzit me idenë që do i ndodhi gjithmonë të tjerëve. Derisa të ndodh ty. Nuk mund të ecësh gjithmonë me idenë mua s'do ndodhi dhe i ndodhi të tjerë. Jo. Përveç faktit që është e pamendueshme që ti shpenzosh aq para që njerëzit mund të punojnë gjithë jetën për aq para vëlla. Po ti jesh në Shqipëri, mase punon gjithë jetën. Mamë ka qenë rroga 500.000 lekë, punoje me vite vëlla, 10 vite. 10 vite më, kupton 10 vite që do. Po pra, i thon 10 vjet punë. Është e frikshme. Që 10 vjet punë që ti s'ka harxuar as i lek. Jo më të harxosh para. Po s'ka harxuar fare. Nëse kam një ta mbyllim me këtë domethënë, po i ftuar një TikToker, plagë unë në TikTok kam pak të çuar domosë në Instagram. E ka ftuar podcasti Flak Fare. Dëgjoj. Shqiptari është individualist apo kolektivist? Po të ishim kolektivistë dhe të ishim se puna e çifutme. Më lartë çifutme. Të kishim neve 8% të unitetit të dyre, po do të ishte jo. Bëqe jegur të kishe 8% të unitetit të çifutëve, ne do ishim më lart, po 8%, nuk e kuptoj si ka dalë në konkluzionin e përqindjes. Kupton? Ose 8%, po pse jo 7%, sepse po të kishim 7 nuk do ishim tamam, po 8 është ajo don. Po 8 e sipër. Është truri vëlla, 8%, 2% punon e truri herë. 8% të unitetit, 8% të unitetit të çifutëve të kishim ne, do ishim shumë lart. Si e po? Po pse 8%, po të kishim 3% të unitetit të tyre, sa lart do ishim? Ja, këtu për jemi, aq kemi. Këtu për jemi. Po 4% ku do ishim? Më bëj ishim. Maqedoni. Ai gjë po e lidhë shumë. Maqedoni e Veriut. Po 5% në Bullgari. Itali. Po 6.2% Gjermani. Jo, 6.8% Gjermani, Francë 6.2%, 7% Amerikë, 8% Australisë është larg. Që futet po. Izraeli. Nëse, domethënë, ky thotë të ishim ne kolektivistë, thotë, do ishim siç i futët, kishim 8% unitet. Ai gjë. Në forcën që kemi, ne jemi agresiv. Atë që i bëri me forcën që kemi, ne jemi agresiv, thotë. Do ne jemi vetëm popull agresiv, flago. Nuk mendoj që ka popull shumë agresiv. Mos e flisë për Alinën e tjerë apo jo? Jo, kish çon tjetër, s'ka lidhje, nuk është e tjetër. Tjetër. Jo. Tashi, ky thot është ne thot jemi agresiv. Tashi sa popull ka agresiv? Maroku.
Sapo po ka kërcim nga Amerika Latine, plako që janë gjithë si pallakari, domethënë. Sapo ke nga Afrika, gjithë të arabt. Pallakari plako ka kudo, po jo, ne jena pallat e karit në Vorgji. Është nese, po. Është e fort fare, gjë. Ne jemi popull agresiv. Gjermani që futet disa bën dot shqiptarit në botë. Të thotë ti shqiptarit merret trupin e fëmijës tënd dhe futen në furrë, shqiptari bën kamikazë valla direkt për familjen. Kjo ishte një pjesë plako që kjo ishte një pjesë që më shqiptarët plako kanë tendencën, si çdo njeri, si një qenie njerëzore, që të mendojnë se ne jemi shumë special plako, po ne jemi shumë special dhe ne jemi shumë të fuqishëm, plako jemi për te mundësive. Ky thotë çai bëri Gjermani që futve, ne nuk do na e bënin dot. Ndërkohë që ai shumë ne mendojmë që jemi shumë të rëndësishëm plako, ndërkohë që ne jemi të papërfillshëm fare dhe nuk e rron njëri karin për shqiptarët fare plako sepse nuk kemi as forca si kjo. Tani atyre që futve këtu kur i them jam nga Shqipëria, plako i them ku? Po, pse të lini pyetje ku? Nuk e rrin kare fare. Por, edhe ati që futit që i ka thonë Gjermani, merret çikat e fëmijën tënd dhe futen furrë për ta vrarë, dhe ai e ka bër. Atë do ta bënte çdo shqiptar që do ishte aty në atë situatë, sepse ti në atë situatë plako nuk ke asnjë lloj fuqie të bësh këto do bënim kamikazin. Ti nuk kise si të bëje kamikazin kur je aty i burgosur në Auschwitz dhe ai do thotë bëje këtë gjë. Çfarë do bëje? Do haje koqe plumit tjetër, fëmijët do vdiste gjithsesi, e kupton? Kështu që nuk është do bëjmë asnjë lloj rezistencë. Shikoj, ajo është e bukur që ai të liron durat aty për shembull Gjermani. Liron durat. Ti e kap direkt prej fyti pse apo jo? Se i fortë, i agresiv. Direkt e blaq ka ca fytë kur. Ose kosovar ka një fjalë shumë të bukur që nuk e di adhuroj. Për lamje. Për lashëm atë plak. Për lamje. Hapet dushët aty filloni. Të dy. Direkt e plako, ai ngatron dush me gazin me dush. Për çka ke ardhur? Për çka ke ardhur? Për lamje. Për lamje? Po, për lamje. Okej. Edhe zihesh aty plako, ku paktën ke një 0.1 shanse. Po jo si bëj çira futesh fëmin tatë mrena, se çaj jeu. Nëse e vërteta është që ne nuk e ruajmë karin fare. Madje edhe në rekordet e nazistëve ne nuk figurojmë fare, ne kemi qenë. E kuptoni që në 1930 në plako 39 në plako atëherë në luftën e dytë botërore ne literalisht kemi qenë duket popullsia mund të ketë qenë 1.1 milion, diçka e tillë dhe kemi qenë popullsi fshatare 85%. Kështu që ne kemi qenë. Po plak, ne s'kishim, e kuptoni Viena dhe Londra kishin trena, kishin subway, kishin aristokraci, ne ishim skamje, ky thot ne do bënim rezistencë gjermanisë naziste, që ishte fuqia më e madhe ushtarake teknologjike në botë. Nuk e di. Ai jo vetëm që do na bote sapun, plak. Po ti do ishe do bote Auschwitzin aty në Shqipëri, s'kishte sa bote Poloni. Ule kokën se shqiptari të që. Ai dumne, ne do mblidheshim gjithë ke kampi. O Gjerman, ule kokën. Po nëse edhe gjithë punë për vetë që mendoj se ka vlerë. Kur i thotë Gjermani pastaj thotë diçka rriti aty dhe merr grunë shqiptarit. I thotë bëj dikët. Ajo e merr fut në furrë. Ky tash i bukur, shef grunë thotë çfarë bën me çift sharop, edhe këtu plaka është mesazhi i bukur që jep ai Gjermani, jo shkësisë. Po, jo vetëm aq, ai thotë pastaj burrit, pasi gruaja futi fëmijën në furrë, ai thotë burrit, futet çik gruan në furrë tani. Edhe ai e fut sepse ai ka vrarë fëmijën. Po, normal. Po, shis tani se këtu është pjesa më e bukur plaka. Ai thot grus, futet fëmijën në furrë, ai thot jo. Ai thot po nuk e futet fëmijën në furrë, do fusim ne këtë fëmijën tjetër se kanë dy fëmijë këta. Ky detyrohet të fusi një fëmijë për të shpëtuar tjetrin. Pastaj thon burrit fut grup. Sa thotë 2 fëmijë, i pash me jetë thon ky. I pash me jetë jo të dy, një se një do futesh ke furra. Po, okay. Tash i thot burrit ai, kjo ka fut fëmijën në furrë. Kush e ka fut fëmijën në furrë? Gruaja ime, po gruaja jote, s'ka mundësia kur e ka futur, tregojnë ato videot, po. Kap ky fut gruan, futet gruan i thotë i mren për dy do të vrasim kalamonin edhe ty. Ky fut gruan mren plako. Pastaj si përfundim ky i thon kalamonit futbolli mren. Futem me. Nuk e di pse s'ka qenë as kohën ky trendi që hanë fëmijë siç bëjnë tani, mamen. Këto elitarisë. Po. Atëre i kapën ai fusin e bëshin hi kodë. Po. Sa puna për kod kishin dënë të lajë. Sa trashë. 7% inteligjencës shqiptare të kishin ata. Si sa bën dot? Në fakt po. Sa bën dot? Nuk e bën dot, vlagë këtu mbyllet. Ky mbyllet edhe ky podcast mbyllet.
Këtu nuk e bën. Po, një sekondë. Vetëm një rrasë që ti mund të bëjë është çifuti, sepse ata kanë shumë unitet. Vetëm një rrasë çifuti, thashë ishin vetëm ne që s'na e bënin dot. Jo, mund të bëj vetëm çifuti. Jo, vetëm një rrasë që ka. Një rrasë e përzjedhur për qenën e shklyer apo. Po folova. Rrasë ndyrë. Unë thashë deri tani po ndjesha shumë speciale por. Po ndjesha shumë speciale tani tash do i them njerëzve që kujdesni me ne se ne s'na fusni dot në furrë. Sa të duroni dot me fut fëmijët në furrë. Janë gjithë special për veç çifutëve. Po do të gjithë ne jena normal, çifut janë special prap, sepse janë veçantë, janë më keq po special. Mos flasin për afganistanezët, mos flasin për ata që kamikazin e kanë këtu në gjak, shpirt. Po, ke gjaku vetë, ke shiringa. Ky tiktokeri bën dhe shqiponjë aty, po dai. Po normal. Nëse, një. Gjë. Dhe janë totalisht të vdekur ku janë vetëm si individ. Ne? Janë totalisht të vdekur ku janë vetëm si individ. Ndërkohë që ata si janë asnjëherë vetëm se aty në kamp ishin 100 milion veta. Ishin 100 veta, 100 veta. Nëse, vetëm që kanë qit domun. Kurse ne thot vetëm grupi ujku, tufa. Jemi e kundërta thot. Pra ne kur jemi vetëm ne të mysim. Kur jemi me shok apo jo. Si është shumë e qartë. Kjo është shumë e qartë. Jemi kështu si jemi. Claudio, plagën. Që kam nga Vlora. Si jemi kështu si jemi plagën që kam nga Vlora nis. Okej, respekte çunat e podcastit, respekte të gjithë ju që na ndiqni dhe që dëgjoni podcastin Alo kam një pyetje. Faleminderit që na mbështesni jemi shumë të zënë domethënë jetët tona dhe pastaj prandaj u kemi çarë dhe çikarin kohë të fundit. Por duhet na bëni halal. Megjithatë neve nuk harrojmë që të postojmë një podcast për ju çdo javë, që ju mos mërziteni dhe që të keni diçka për të pushtyer. Desa dieta, Sa dieta. Kaq. Po. Ju puthin fort, mos harroni ta shpërndani podcastin që kemi shtuar, mos harroni ta mbështesni Patreon nëse mundeni dhe ku dijon, na jepni ide, na shkruani, na ndiqni, na jepni rate në Spotify, edhe në YouTube, like, comment, por favor. Esmata do. Komente gjëra. E kodë për të filloj një epokë kështu kod pa lidhje plagë. Le të jetë efekt. Një like, comment i gjë. Patjetër. Ja e pueka. Ikim. Puç, kolo puç. Ciao.